Policia e Shkodrës ka goditur 2 raste të veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje, duke arrestuar 4 persona dhe proceduar penalisht një tjetër. Si rezultati një hetimi disa mujor të ndjekur me metoda speciale nga shërbimet e sektorit për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim me atë të narkotikëve, u finalizua operacioni koduar Sezoni. Nga hetimet ka rezultuar se një grup shtetash në bashkëpunim me njëri tjetrin gjatë një periudhe disa mujore dyshohet se kanë ushtruar veprimtarinë kriminale të shitjes, shpërndarjes dhe mbajtjes së lëndëve narkotike. Në pranga përfunduan Geraldo Bajrama 20 vjeç, banues në Ktosh, Dorian Reça 20 vjeç, banues në Koplik, Klevis Pera 22 vjeç, banues në Lohe të Poshtë. Gjithashtu nisi procedimi penal në gjendje të lirë për një 34 vjeçar. Gjatë kontrolleve shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis dhe 5 aparate celular. Në kuadër të njëjtit procedim penal gjatë zhvillimit të hetimeve në muaj qershor dhe korrik të këtij viti, janë arrestuar dhe 4 shtetas të tjerë. Ndërkohë shërbimet e stacionit të policisë në Velipoj në bashkëpunim me ato Shqiponia arrestuan një 18 vjeçar, shtetasin Alvaro Pietri, banues në Pulaj të plazhit Velipojës. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij u gjet një armë zjarri pistolet, ndërsa në kontrollin e kryer në banesë u gjet dhe sekuestrua edhe një sasi lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa ndarë në doza. Për të dy këto raste, materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.